kur ne morëm detyrën pagën mesatare në sektorin publik, pra në punë shteti, kishim 372 euro, edhe që sot, vitin 2024, e mbyllën me 1.000 euro pagën mesatare Instati, referoju Instatit. Pra, kemi bërë një rritje shumë të lartë, po të them që pagën mesatare të përgjithshme, pra atë të kombinuar në sektor publik, sektor privat, e kishim 322 dhe kemi sot 830 euro. 830 euro është paga mesatare sot në Shqipëri e përgjithshme. Ajo në sektorin publik është 1.000 euro, si që e ka njësoj. Po paga minimale. Paga minimale e kishim 157 euro, e kemi 400 euro dhe në vendim, si që kam thënë dhe më parë, në qershor do të bëjmë 500 euro duke që do të hyjë në efekt nga janari 2026, pagën minimale, 500 euro.